Vjosa Osmani ka zgjedhur të dalë hapur në betejën për një mandat të dytë presidencial. Ajo pretendon se pas saj qëndron vullneti i 2/3 të qytetarëve të Kosovës. Por, për te kësaj shifre të artikuluar publikisht, mbetet ende e paqartë nëse ajo do të ketë edhe bekimin politik të kryeministrit Albin Kurti dhe televizjes vetëvendosje për të nominuar sërish për presidente. Ndërkohë pragu real që duhet ka përcyer është ai i 2/3 në kuvend, aty kur zgjedhja e saj do të përballet me rezistencë serioze. Bashkëbisedues të ekspozitës vlerësojnë se ky proces do të jetë i vështirë, pasi opozita nuk pritet ta falë lehtë mbështetjen që Osmani dha vetëvendosjes gjatë fushatës zgjedhore, duke bërë konsensusin politik një sfidë të hapur. Artan Imani nga nisma ka deklaruar se presidentja Vjosa Osmani nuk e meriton një mandat të dytë, duke e akuzuar se gjatë 5 viteve të mandatit të saj ka pasur pak raste kur sipas tij ka vepruar si burr shtetase, ndërsa në shumicën e rasteve ka qenë notere Albin Kurtit. Imani u shpreh se nuk beson se lëvizja vetëvendosje do ta nominojë Osmanin për një mandat tjetër dhe theksoi se partitë opozitare nuk kanë asnjë arsye ta mbështesin kandidaturën e saj, madje as të qëndrojnë në sallë gjatë procesit të rizgjedhjes. Në plan të parë se ka mendon vetëvendosja, a do ta nominoj apo jo Zelinë Osmanin për president, është problemi i vetëvendosjes. Unë mendoj se nuk e meriton që të ketë një mandat tjetër për shumë arsye, për shkak se gjatë 5 viteve të qeverisjes së saj në krye të presidencës ka pasur 1 apo 2 raste kur ka mbajtur qendrim si një burr shtetase, ndërsa raste tjera ka qenë vazale e zotit Kurti, më thonë më mirë, siç ka thënë edhe opozita në notere e zotit Kurti, por megjithatë mbetet që të shifet në të ardhmen. Unë nuk besoj se as vetë lëvizja vetëvendosje do të jetë e gatshme që të nominojë një personalitet të tillë, por sidoqë që të jetë, partitë opozitare nuk e kanë asnjë arsye të vetme që ta mbështesin kandidaturën e saj, për shkak se në asnjë rast të vetën, në asnjë moment të caktuar nuk kanë mbajtur qëndrimin e unitetit të popullit, por kanë mbajtur qëndrimin e forcës politike më të madhe në vend. Prandaj nuk besoj se kanë arsye partitë opozitare që të qëndrojnë në sallë për rizgjedhjen e presidentes Osmani, sepse nuk e ka kryer misionin e vet kushtetues. Përposa asaj, ka dhe nisë shkelje të kushtetutës, të cilat gjykata kushtetuese me gjykimet e saj ka konfirmuar që shkeljen nga zonja Osmani, dhe që unë mendoj që duhet të jetë secili duhet të bartë pasojat e veta për veprimet e gabuara gjatë kohës sa ka qeverisë me vendin. Analisti politik Albinot Maloku ka deklaruar se çdo propozim i njëanshëm për president pa marrëveshje politike mes partive përbën vullnet për të vazhduar bllokadën institucionale, duke theksuar se kandidati për shef shteti duhet të vijë vetëm përmes konsensusit. Maloku theksoi se nuk sheh asnjë arsye për t'i dhënë Vjosa Osmanit një mandat të dytë. Republika e Kosovës e ka pas veç një shef shteti që ka ardhur si pasojë asaj historisë së zarfit të ngjashëm që ka qenë një tentim prezantimi i presidentit unifikues të vendit. Për arsye të mënyrës se si zgjedhet presidenti, rregullisht do duhet që të ketë kompromis dhe konsenzus për të ecë përpara. Në këtë radhë shumë konsideroj që çdo propozim i njëanshëm pa një marrëveshje, pa një konsenzus është vullnet për të vazhduar bllokadën dhe për të vazhduar pozicionin jo të mirë të Kosovës e përket ekonomikë të institucioneve të ngjashme. Në këtë radhë shumë mendoj që secili shef shteti që kandidan ose që do të jetë potencial, do duhet që të ishte me një konsenzus të marrëveshje politike mes akterëve, konkretisht subjekte politike parlamentare. Tani, është më së vërtetë që ajo në vitin 2021 erdhi si pasojë një fuqie që mori nga lëvizja vetëvendosje, mirë po ambicia ka qenë që megjithatë në moment të caktuar pavarësisht pse merr votën ajo të jetë figurë unifikuese, figurë që rendin kushtetues, patriotizmin kushtetues ka prioritar dhe amplitudat e lëvizjeve të angazhimit saj 5 vjeçar kanë pasur të ngritjes zbritjet e veta. Nuk është se kam qenë jashtëzakonisht i fascionuar, por ka qenë një spërputhje
e asaj po them që e kam mendu në nivelin personal dhe me atë që është bon nga presidenti aktual e vendit zonja Vjosa Osmani Sadriu dhe përrjedhoj nuk është në praktikën tonë dhe nuk ka qenë, a mund bëhet, ndoshta mund bëhet, mirë po do duhet shumë faktorë tjenë për të bërë dhe për të rikandiduar dhe për të rizgjedhur prapë shtë pjesën e konstelacione politike. Po them, në qoftë se ka një konsenzus, jemi në rregull, jemi demokraci, mirë po, në mendimin tim, nuk është se i plotson ose i ka arrit të ruaj personin e unitetit që kërkon kushtetuta në Republikën e Kosovës zonja Osmani Sadriu. Përrjedhoj, nuk shas një arsye për t'i dhënë mundësinë që t'jetë prapë president e vendit. Ish-deputeti i OAK-s Shamsedin Dresha ka deklaruar se Aleanca ende nuk ka marrë një qëndrim të prerë për zgjedhjen e presidentit. Ai shtoi se përveç Vjosa Osmanit mund të ketë edhe emra të tjerë kandidat dhe se mbështetja e OAK-s për procesin do të varet nga votat që do të dalin në kuvend. Ka shumë paqartësi lidhur me zgjedhjen e presidentit. Ju dini që këto votat të fundit, pra sistemi votimeve të parakoshmit që i patëm në Kosovë, unë e kom thënë edhe më herë që nuk ka qenë sistemi votimit për 61 deputet, por ka qenë për 80 deputet, për shkak se në sfidën e muajit mars kemi zgjedhjen e presidentes. Të mos harrojmë diçka që Vjosa Osmani më siguri do të jetë njëri prej kandidatëve, por unë mendoj që ne do të kemi edhe propozime të tjera që kryesisht thellë jam i bindur që do të vinë nga opozita dhe kush do të kalojë në rundin pasues, atë do ta shohim përmes votave që do dalin në kuvendin e Kosovës. Ne ende nuk kemi marrë në një vendim të prerë lidhur me këtë, por mendoj që me siguri Aleanca do të mbështes kauzën e opozitës. Ju e patë që ditën e djeshme dhe DK-ja nuk ishte fort pajtimit që zonja Osmani tjetë kandidati i radhës i përzgjedhur nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa ne si Aleancë nuk kemi marrë ndonjë qëndrim të prerë lidhur me mbështetjen ose jo në procesin e votimit. Në anën tjetër, Dresha ka vlerësuar se zgjedhja e presidentit dhe stabiliteti i vendit varen kryesisht nga kryeministri Albin Kurti, i cili sipas tij ka fuqinë të bllokojë ose të zhbllokojë vendin. Ai theksoi se opozita duhet të jetë e matur, veçanërisht për çështjen e asociacionit, ndërsa shtoi se Aleanca nuk ka numër të mjaftueshme të votave për të pasur ndikim të madh dhe se LDK-ja mbetet subjekti që mund të zgjidhë krizën presidenciale, edhe pse rezultatet e saj në zgjedhjet e fundit nuk kanë qenë të forta. Këtëherë, krejt kjo varet nga ana e Kurtit, se si do t'i qaset problemit. Mendoj që partia shumicë, pra e cila i mori 57 deputet, realisht ka mundësinë që ta bllokojë vendin dhe ka mundësinë që ta zhbllokojë vendin. Të mos harrojmë edhe diçka që janë dy marrëveshje të cilat veç zoti kryeministër i ka akseptu. Pra do të thotë kemi marrëveshjen e Brukselit dhe kemi dokumentin e ratifikimit apo të implementimit të marrëveshjes së Brukselit që është realizuar në Ohër, dhe mendoj se ky është një gacë e zjarrt apo si e themi ne një patate e ngrohtë, të cilën Kurti e ka në duart vetë tash. A do të jetë aq i aftë sa këtë patate të ngrohtë t'ja plasoj dikujt tjetër nga ana e opozitës, në atë mënyrë që ky edhe një herë të dalë faqebardh, unë nuk e di. Mendoj që opozita këtë herë duhet jetë shumë e matur në drejtim të zgjedhjes së procesit të asociacionit, për shkak se kjo është njëra nga pikat më vulnerable në politikën ndërkombëtare në kosovare që nga viti 2013 tek ne është duke u bartur në një udhëhes pasaj të udhëhesit tjetër. Unë mendoj se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë me numër të pamjaftueshëm të votave, kështu që nuk do të jetë ndonjëri nga subjektet të cilat duhet të konsiderohet me ndonjë seriozitet pak më të madh. Numrat me të cilat përfaqësohet Lidhja Demokratike e Kosovës janë të mjaftueshëm që të zgjidhet kriza e presidentit. Si do të shkojë kjo punë, mbetet të shihet për shkak se Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë keq në këto zgjedhje dhe ka dalë shumë keq. Pra do të kemi i ka humbë 5 deputet në kuvendin e Kosovës, dy ka humbë një numër të konsiderueshëm të votave në opinion, dhe 3, ajo që është tjetër ekziston një përqarje e madhe brenda subjektit si subjekt. Kështu që vërtet është shumë e vështirë që të pritet një vendim unanim i
LDK-s. Ma përpara mund të jem i pajtimit që do të ketë kandidat nga ana e LDK-s që do ta mbështesin rikandidimin e Vjosa Osmanit për presidente, se sa si grup parlamentar i harmonizuar që shkojnë në procesin e zgjedhjes. Ish-deputetja e LDK-s Alma Lama ka vlerësuar se zgjedhja e presidentit do të varet nga një marrëveshje politike mes partive. Sipas saj, një rizgjedhje Vjosa Osmanit duket e pamundur nëse lëvizja vetëvendosje nuk gjen konsensus me parti tjera. Por me fitoren prej 51% të vetëvendosjes, Lama nuk pret që kjo parti të ketë interes të shkojë sërish në zgjedhje. Po, mendoj që do t'jetë çështje e një marrëveshje politike, nëse zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje do të ketë interes për të bërë marrëveshje me partitë e tjera politike për ta zgjidhur çështjen e presidentit, ose nëse ai dëshiron të shkojë sërish në zgjedhje duke imponuar një kandidaturë, siç mund të jetë kandidatura e zonjës Osmani, e cila nuk duket se është që ka mbështetje në subjekteve të tjera politike. Kështu që realisht unë e shoh të pamundur një kandidim në rast se nuk ka interes për të shkuar sërish në zgjedhje, por me këtë fitore që ka arritur lëvizja vetëvendosje për 51%, nuk besoj se është interesuar të shkojë më në zgjedhje. Në anën tjetër, Lama thekson se rizgjedhja e Vjosa Osmanit duket e vështirë, pasi nuk ka mbështetje të mjaftueshme në parlament dhe nuk shihet që vetëvendosja ta provojë kandidaturën e saj. Po nuk e besoj, sepse nuk e shoh matematikën për sa i përket numrave, ajo nuk ka ndonjë subjekt politik që mund të imponojë, si më thënë, kandidaturën e saj, por edhe po të kishte, duhen 2/3 që ta përkrahin. Dhe realisht, duke parë numrat në parlament, janë PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja që nuk kanë shprehur ndonjë interes për ta përkrahur, edhe nëse do ta përkrahet vetëvendosja, por deri tani nga gjua që kemi kuptuar nga zoti Kurti, nuk kemi parë që ajo është kandidate e tyre. Domethënë ka folur që do të bisedohet, por që nuk ka dhënë asnjë lloj sinjali se kush do të jetë kandidat. Kështu që duke u nisur nga logjika normale se si funksionon politika, besoj që është e vështirë, domethënë që të thuhet që do të jetë pjesë e garës për president në këtë kuptim. Do të kemi parasysh që është e nevojshme një marrëveshje politike. Unë mendoj që është i nevojshëm një president konsensual që do ta kishte përkrahjen si të lëvizjes vetëvendosje, por edhe të subjekteve të tjera politike dhe të tejkalohet ky lloj ngërçi politik. Kosova ka kaluar 3 palë zgjedhje gjatë vitit të kaluar. Domethënë, krejtësisht pa nevojshme për mendimin tim zgjedhjet e 28 dhjetorit, sepse është dashur të gjendet mënyra për të bashkëpunuar për të krijuar qeverinë pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Lama ka deklaruar se nuk ka informacion mbi shndrimin aktual të LDK-s për zgjedhjen e Vjosa Osmanit. Sipas saj, marrëveshja më pashme politike mes Osmanit dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut, që kishte mundsuar zgjedhjen e Osmanit si presidente, nuk duket më reale dhe LDK-ja nuk ka interes politik për ta mbështetur sërish. Nuk kam asnjë lloj mendimi në lidhje me qëndrimin e tyre. Mendoj që herën e kaluar ata bën kompromis me zonjën Osmani, kishte një marrëveshje politike, mendoj të fshehtë ndërmjet zotit Abdigjikut dhe zonjës Osmani, që ai të merrte kreun e LDK-s, mendimin e saj dhe t'ia mundsonte votat për të zgjedhur presidente, por nuk mendoj që është më një realitet i tillë. Në publik u interpretua sikur ky kompromis u bë që të kthehet ai elektorati i LDK-s që ka hikur pas zonjës Osmanit, kthehet në LDK, gjë që u provua që është e pavërtet, pra e gabuar, ata nuk janë kthyer dhe nuk mendoj që LDK-ja ka ndonjë interes politik për ta përkrahur, domethënë, prandaj nuk mendoj që do të bëhet njëjtin veprim. Analisti politik Gjevdet Pozhari ka thënë se rizgjedhja e Osmanit si presidente varet nga marrëveshjet politike me parti tjera. Ai theksoi se lëvizja vetëvendosje është e gatshme të bashkëbisedojë, por vendimi përfundimtar do të varet nga qëndrimi i LDK-s dhe partive tjera, të cilat preferojnë një figurë unifikuese pa afërsi partijake. Pozhari nuk përjashton mundësinë e një gare reale këtë herë me 2 kandidatë serioz për presidencën. Zonja Osmani e ka shprehur interesimin e saj që të ketë edhe një mandat dhe sigurisht që rizgjedhja e saj do të varrijë në marrëveshje me partitë e tjera. Përderisa lëvizja vetëvendosje ka thënë se është e gatshme të bashkëbisedojë me partitë e tjera kur vjen koha e këtij hapi për të zgjedhur presidentin ose për të rizgjedhur presidenten. Kjo në mas të madhe varet nga qëndrimit të tjerëve, respektivisht në këtë rast LDK-ja ka një qëndrim ku thotë preferojnë që të jetë një figurë unifikuese që s'do të ketë avërsi partijake me askë.
Se si do të rjedhin gjëra tutje në mas të madhe do të varet pra nga vullneti politik i gjitha partive, po e që mbetet të qartë është se asnjëra prej tyre nuk është më që i shes zgjedhjet si zgjidhje, si që ndodhi para se të mbashin këto zgjedhje. Prandaj, në këtë kënd vështrim, zonja Osmani nëse arrin të lindë dhe partitë të tjera, ndoshta edhe mund të jetë presidente për herë të dytë. Megjithatë, nuk përjashtohet kësaj radhe mundësia që të kemi dy kandidatë serioz, jo të improvizojmë si ka ndodhë në rastet kër janë zgjedhur presidentet në të kaluarën, dhe të jetë një garë reale midis dy kandidatëve. Analisti politik ka thënë se është herë të flitet për mbështetjen e kryeministrit Albin Kurti ndaj Vjosa Osmanit, duke shtuar se shumë pak varet nga mbështetja e partive, ndërsa thelbësore mbetet funksionimi i institucioneve. Po është herët flitet sepse shumë pak varet nga mbështetja e njërës apo tjetrës parti. Mbi të gjitha duhet të kemi institucione, vendit i duhet qetësi, ma sa mund të themi, institucionale, dhe kjo në mas të madhe varet nga bisedat që do t'i kenë partit midis tyre. Unë nuk kam ndonjë emër që do ta mendoja, po këto vite kanë dëshmuar që gratë kanë qenë shumë të zonjat në postin e presidentës dhe do të doja që kjo traditë të vazhdonte edhe me një grua, qoftë ajo zonja Osmani apo dikush tjetër. Rizgjedhja e Vjosa Osmanit për një mandat të dytë presidencial mbetet një sfidë e madhe politike. Edhe pse ajo pretendon se mbështetet nga 2/3 e qytetarëve, realiteti parlamentar dhe marrëdhëniet mes partive e bëjnë të paqartë rrugën drejt rizgjedhjes. Në këtë panoramë nuk përjashtohet mundësia që procesi të përfundojë sërish me zgjedhje të reja, duke lënë presidencën të varur nga aftësia e liderëve për të negociuar dhe të kaluar bllokadat institucionale. Në këtë lojë të ndëlikuar numrash dhe interesash, fati i mandatit të dytë të Osmanit mbetet ende i hapur.